Protesta kundër projektit turistik në Zvërnec ka sjell një tjetër përplasje politike, këtë herë përmes rrjeteve sociale. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj drejt për drejt protestuesve që prej ditësh kërkojnë ndalimin e investimeve dhe largimin e qeverisë. Në reagimin e tij, kreu i qeverisë i cilësoi protestat si një lëvizje të nxitur dhe të organizuar nga interesat e jashtme, duke theksuar se projektet strategjike nuk do të ndalen për shkak të presionit apo sloganeve të rrugës. Duke i siguruar të gjithë se Shqipëria do bëhet sipas kontratës që kemi lidhur për herën e katërt në muajin shkurt me mbi 800.000 shqiptar brenda jashtë Shqipërisë, pavarësisht se ç'a thonë, ç'a duan këta shqiptar që e din Shqipërinë, pengun e verbërisë së tyre dhe atë dhe dashurinë po diun për të sharë me libër shtëpie të tradhtarët e armiqt imagjinar të Shqipërisë. Reagimi i kryeministrit erdhi pasi një grup protestuesish u zhvendosën mbrëmjen e së martës pranë selisë së Partisë Socialiste, duke vijuar kundërshtimin ndaj projektit të planifikuar në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Shqipëria e shqiptarëve dhe këto çeta kinse shqiponja u lërasin kësaj rrugëve të kujtojnë Gjermaninë e gjermanëve, me ata ulëricat e verbër si këta mysafirët e natës tek selia e PS-s, që e kthyen Gjermaninë në thertorin e ebrejve dhe e katandise në delën e zezë planetit. Po me që Gjermania naziste është larg dhe zeresi i ka përpara syve urrëtie nxitëse të këtyre të rinjve pa busull, duke u thënë, ju s'jeni nazist, ju jeni patriot, prandaj jepni fort gojës së shthurur se do ta djekim Shqipërinë e tradhtarëve. Në një tjetër koment, kryeministri bëri krahasime me lëvizje ekstremiste nacionaliste që kanë vepruar në vende të tjera europiane, duke argumentuar se retorika përjashtuese dhe kundërshtimi i çdo individi nuk i shërben interesit publik. Po shtoj që kjo Shqipëria e shqiptarëve është tipike si Greqia e grekëve, ajo e atyre çakejve të agimit të artë që donin të digjnin të gjallë tradhtarët e Greqisë bashkë me shqiptarët, të cilët sipas tyre po merrnin punët edhe paratë e popullit grek. Çuditërisht, edhe ata ishin kundër investimeve, resorteve cilësore, me të vetmin ndryshim se këta shqiptarët tanë të vërtet nuk ishin gisht në kuturisjen e atyre, kurse ata kanë gishtin e tyre në kuturisjen e këtyre. Kryeministri mbrojti edhe një herë projektin e Zvërnecit, duke insistuar se investimi do të vijojë dhe se çdo debat duhet të zhvillohet mbi fakte dhe jo mbi emocione apo teori konspirative.